Ishte prime i Big Brotherit dhe pati mjaft të dinamike. Për të folur mbi këto dinamike, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit juve. Klevis, si të duk prime dhe cilat ishin, po themi, dinamikat më të rëndësishme që u konsideruan dhe mund t'i debatojmë, t'i diskutojmë bashkë? Prime 3 dije dhe mund të them që nuk ishte një në ato prime që ne kemi pritur si publik, mund të them që ka qenë një prime shumë boring, ka pas ato hulje të ngritë dhe tje, kemi parë temat të diskutojnë sërisht, duke e dhënë favor pas një lloj arsyetimi, si për shembull diskutimi Miri Selin, që e risollën në prime pas një lloj arsye, të jemi sinqert. Gjithashtu kemi parë pjesën e nominimeve të banorëve, të cilët të favorshmit ka dalë Selini dhe Kristina në nominimet e para, që ka lënë pas Senon edhe Lornon për një nominim të dytë, duke i dhënë një mundësi që të tërheqin dy banorë të tjerë bashkë me ta. Kemi parë Lornon që ka zgjedhur Xhodin. Nuk jam okay me zgjedhjen e Xhodit, por arsye sepse do mund të zgjidhte banorë të tjerë që deri tashmë s'kan dhënë asnjë gjë në atë shtëpi. Gjithashtu në krau tjetër kemi parë Senon që ka zgjedhur Angelon, gjë që prap më ka bërë përshtypje sepse prisja pak më strateg Senon në këtë zgjedhjen e tij, por ai zgjodhi të lozë drejt pas një lloj manipulimi. Kemi parë që në fund të këtyre nominimeve ka dalë si banore parë ka lënë shtëpinë këtë javë Xhodi. Për mua nuk kishte e dura për të lënë shtëpinë. E di që Xhodi ka pas për të dhënë, ka qenë Klevis, pse kush duhet ta kishte lënë shtëpinë sipas teje? Po Juliana është pak out në ajo shtëpi që kur ka hyrë. Gjithashtu Lorna gjithashtu nuk është se ka bërë diçka. E pam Lorna gjatë javës që nuk ka qenë aktive dhe si banor që ka qenë në nominim nuk ka qenë fare aktive ose të jetë në për konflikte ose të krijojë një konflikt ose të krijojë një debat vetë ajo. Lorna besoj se përveç se fjalisë chill që ka mësuar në New Yorkun e saj, nuk ka se po jep në diçka këtij publikut në Shqipëri. Prandaj po them që Lorna do ishte më e dura për të lënë në këtë kaqë shtëpinë dije. Gjithashtu kemi parë edhe Gjithashtu kemi parë edhe pjesën e malit, që kjo mund të them që ishte me tronditja dije. Unë do të shpjegoj pak a shumë historinë me aq sa e dim dhe kemi dëgjuar, më tej do jap dhe opinionin tim rreth kësaj gjëje që ka ndodhur. Mund të them që ne kemi dëgjuar ndarjen e prindërve të malit. E kemi ndjekur historinë e tyre tek emisioni Shirmi në gjyq, ku familjarët e tyre ka qenë prezent duke kërkuar të drejtat për njëri tjetrin. Kemi parë deklarime nga familja e Ferikut të cilët akuzonin violentën që i kanë nxjerrë prej shtëpie, i ka lënë të pastre. Gjithashtu kanë dalë deklarime që Feriku në atë periudhë ka shkuar edhe në një spital psikiatrik, gjë që nuk është deklaruar momentalisht, por janë fjali që kanë dalë nga familjarët e tij. Feriku vazhdon, siç e dëgjojmë edhe dije dhe i qëndron qendrimin e tij që ai nuk ka një arsye pse mund të kenë ndodhur kjo, pse violenta për shembull është ndarë, ai ka krijuar këtë ndarje, pavarësisht të përpjekjeve të tij ndaj asaj, violenta ka qëndruar vendimit të saj, është ndarë pothuajse dhe nuk ka se ka bërë diçka publike momentalisht. Thjesht kemi parë dhe kemi dëgjuar deklarimet e Ferikut në shumë intervista, por gjë që e ka lënë pak si në një pikë pyetje të gjithë këtë histori dhe nuk është se i ka dhënë publikut përgjigjen konkrete që të jemi dhe ne ndjeni se çfarë vërtet ka ndodhur në këtë lidhje. Klevis, në fakt ai pati dhe një intervistë mëngjesin e sotëm ku deklaroi që unë kam bërë bashorten, këngëtare, i kam bërë tekstet. Domethënë unë kam rritë, kam çuar atje ku është dhe ne duhet bashkohemi. Pra si e konsideron këtë pjesën që ai thotë që unë kam qenë personi që e kam bërë gruan dhe ajo më detyrohet shumë çka?
Nuk e kuptoj pse mendon se duke bërë këto lloj gjestesh ose duke treguar nivelin e tij si ish bashkëshort ose si person, mendon sikur do i rifitoj familjen e tij ose violentën mbrapsht. Besoj se këto lloj strategjisë ose këto lloj gjërash më duken pak nivel shumë i ulët. Një nivel do thoshe që këto neve gjithë i kemi përjetuar në një moshë adoleshence ku mundoshim të kritikonim lidhjen tonë ose femrën tonë në krah me senet e tilla. Më duket pak si e pa logjikshme, nuk e di se si të komentoj sepse më duket qesharake të jemi sinqert. E gjitha kjo lojë e këtita, gjithashtu dhe pjesëmarrja e tij dje në Big Brother duke kontraktuar dita ditës produksioni për një ballafaqim me djalin e tij, më duket pak mos e normale. Është edhe Po vendimi i Malit që të mos ta takoj babain? Shiko, si shqiptar, do e theksoj sërish se unë flas për shqiptarët se ne e dim që shqiptarët kemi një zemër të madhe dhe jemi shumë të ndjeshëm sa i përket nën bab ose histori familjesh. Shqiptarët me zemër të madhe që janë më të prekur në pjesën e familjes e dënuan Malin në zgjedhjen e tij. Gjë që nuk më pëlqeu, sepse Mali është një djalë i ri. Ai e ka përjetuar të gjithë këtë ndarje siç u përmend edhe dje, edhe për mendimin tim ai ka bërë zgjedhjen me të dur, sepse të tilla historisht nuk ka nevojë për publikime. Në qoftë se Jati i Malit dëshironte një takim me Malin, ai do mund ta kontaktonte diku jashtë para hyrjes të tij në Big Brother ose këto 7 vitet që ata kanë pa folur. Nuk e kuptoj arsyetimin pse kjo gjë duhet të bësh publike dhe pse ai duhet të vinë në një garë të tillë dhe pothuajse në fund ai mund t'i krijojë edhe problem, mund t'i prishë edhe lojën aty brenda. Ishte diçka shumë edhe nuk e kuptoj pse produksioni duhet ta pranonte diçka të tillë. Am kupton sepse janë gjëra që nuk duhet të bëhen publike, sado që dikush do klikime janë gjëra që të pavlefshme për syrin e publikut, janë gjëra personale që duhet të mbeten aty. Ky është mendimi tim. Unë jap dorën Malit sepse ka bërë zgjedhjen e dur, edhe unë të isha nëse kisha përballë një baba të tillë, i cili në 7 vitet të parshme nuk ka ardhur të kontaktoj me mua, është plus e normale që mos ta pranoj në syrin e publikut. Ka folur si duhet të fliste një djalë të moshës së tij. Edhe unë e përgëzoj Malin për zgjedhjen e tij dhe për qëndrimin e tij që pati dje. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit unë.